E kemi ndjekur bashkë storjen, ndërkohë jemi kthyer në studio për të folur për shkollën e mjekësisë, shkollën e mesme të mjekësisë Imperium. Unë edhe para një viti ju kam folur sidomos atyre të cilët dëshirojnë studiojnë mjekësinë. Është shumë e rëndësishme që fillimet, bazat i marrim në vendet e duhura. Një rëndësi të veçantë e ka sidomos identifikimi i profesorëve të duhur për shkollimin e fëmijëve në moshën e adoleshencës, siç është shkolla e mesme. Që nga viti 2022 deri më sot, 4 gjenerata të cilët kanë kalu në bankat e shkollës Imperium, të gjithë prej tyre gjithmonë kanë ecë shumë mirë, edhe në shkollimin e tyre, edhe në punësimin e tyre, për shkak të krejt bagazhit që e kanë marrë dhe ndërtuar me profesorët të mirë që janë, me kurrikulen që e ka shkolla, me komplet sistemin. Gjithmonë mundohem që përmes emisionit Familja Jonë, sidomos prindrit, por edhe fëmijët, t'i rekomandoj për atë që ka saktësisht nevojitet edhe që ka saktësisht i kisha rekomandu edhe vetë fëmijëve të mi, nëse do t'a kështë zgjedhë mjekësinë. Do të flasim edhe sot për shkollën Imperium së bashku me profesorin Bujar Thaqe, i cili është përfaqësues i shkollës Imperium, për krejt ato që ka ofron shkolla dhe shumë afër jemi në muajt kur duhet i regjistrojmë fëmijët tonë në shkollën e mesme dhe gjitha ata të cilët mendojnë për mjekësinë, le ta mendojnë mirë ku duhet i dërgojnë fëmijët e tyre. Mirë se erdhe profesor Bujar. Faleminderit, mirë se u gjej dhe faleminderit për këtë mundësi të dhënë që ta promovojmë shkollën tonë sa më mirë. Është shumë kënaqësi me promovu gjërat të cilat i kryen punë shtetarit tonë. Unë mbi të gjitha punoj për shtetarët, edhe ky emision është i dizajnuar format për qytetarët dhe pse jo të flasim për një projekt kaq të mirë, kaq serioz dhe kaq suksesshëm siç është shkolla e mesme e mjekësisë Imperium. Unë thash që në 4 gjenerata që kanë qenë pjesë e shkollës deri më tani, krejt kanë qenë suksesshëm dhe që ka një kurrikul të veçantë. Do doja të dija fillimisht çka është e veçanta e shkollës Imperium. Faleminderit. Po mund të themi e veçanta që në start janë drejtimet të cilat janë shumë adekuate për kohën e të cilën rinia përgatitet për të ardhmen dhe për profesionin e tyre. Mbi të gjitha janë të akredituara të gjitha drejtimet dhe shkolla jonë posedon dikon 5 drejtime me një numër aktual të mbi 200 nxënësve në total si shkollë, sepse e përmendet që është në vitin 2022 është themeluar dhe është fillimisht si shkollë e re, po dhe përkundër faktit që është shkollë e re kemi një numër të mirë dhe në vitin që jemi tani kemi të regjistruar pothuajse nxënësit në të gjitha drejtimet me kuotën e plotë që i kemi të lejuar nga Ministria e Arsimit. Me qëllim nuk përmendi shifra, jo për tjetër, por më shumë po përqendrohemi tek profesioni, tek mundësitë që jep shkolla jonë këtë rast dhe te mënyra e organizimit të gjithë procesit mësimor për brenda shkollës, e mbi të gjitha dhe mënyra e organizimit të praktikës, gjë që në shkollën tonë praktika është çështja pothuajse më kryesore. Jo për shkollën tonë, por për drejtimet dhe për profesionet që përgatiten të rinjët në këtë rast, praktika është në këtë rast nëna e të mësuarit. Aja që kam kaluar përshtypje kur e kam vizitu shkollën, kanë qenë gjitha kabinetet të menduara në çdo detaj për të praktikuar këtë pjesë që po e përmend profesor. Realisht ashtu është, nxënësit tanë që nga viti i parë i regjistrimit fillojnë pjesën e praktikës, fillimisht për brenda shkollës në ato laboratorë të cilit edhe ju keni pa, për të vazhdu pastaj në për klinika dhe spitale me të cilët shkolla në këtë rast ka marrëveshje, sikur është marrëveshja e fundit me spitalin Metreun që është në Kosovë Medical Park, por jo vetëm me këtë spital, ka edhe me një mori rrjetësh të Barnatorëve, siç është rrjeti i Barnatorëve Ares, me klinikën Imperium që është klinikë edhe në kuadër të shkollës, po edhe me klinika tjera, sipas drejtimeve të gjithë nxënësit orientohen në këto klinika për të kryer punën praktike. Të gjithë shoqërohen me transportin e shkollës nga shkolla në për këto klinika për të kryer praktikën dhe përsëri kthehen tek shkolla dhe për të vazhduar tutjen në shtëpitë e tyre, përsëri me transportin që organizohet nga shkolla në këtë rast. Në ndërkohë do doja shumë të dija cilat janë sakt drejtimet të cilat fëmijët e shkollës së mesme munden me i zgjedh për me i studiu në Imperium? Drejtimet kryesore që ne i kemi është bashkëpunëtor profesional i infermierisë, është teknik dentar, teknik i farmacisë, teknik i laboratorit të mjekësisë dhe asistent i fizioterapisë. Per i theksoj që të gjitha drejtimet janë të akredituara. Në shkollën tonë është kriju një praktikë që asnjë nxënës nuk regjistrohet në një drejtim i cili nuk është i akredituar. Ne këtë vit që e lam shkollor, dhe thëtë 2024-2025, e kemi pas gjeneratën e parë të maturantëve dhe
kalushmëria e nxënësve tanë në testin e maturës ka qenë mbi 85%. Kjo ka rezultuar për faktin që ne kemi organizuar kurse të veçanta në lëndet e përgjithshme siç është matematika, gjuha angleze, kimia, për ata nxënës që të jenë sa më të përgatitur që të nënshtrojnë testin e maturës dhe mos dështojnë që në herën e parë në dhënien e testit e maturës. Po. Në ndërkohë shumica prej këtyre nxënësve veç e vazhdojnë pastaj edhe studimet në lëmite shëndetësore të cilat ata e zgjedhin dhe janë të përgatitur mjaftueshëm, po besoj një përqindje e tyre e madhe studiojnë pastaj fakultetet e mjekësisë. Po, ne kemi edhe 2 marrëveshje bashkëpunimi. Fillimisht i kemi 2 marrëveshje bashkëpunimi, gjithëherë të pretendu që këto marrëveshje do të zgjerohen. E para marrëveshje ka qenë me Universitetin Aachen në Bonn të Gjermanisë, ku të gjithë nxënësit tanë të interesuar dhe të shkëlqyeshëm në sukses të shkëlqyer do të kenë lehtësira, qoftë procedurale, qoftë edhe të tipit të bursave që të vazhdojnë studimet në këtë universitet. Kemi edhe marrëveshjen e dytë që kemi me Universitetin Ballkanik që gjendet në Tiranë dhe në këtë rast aty një nxënës i joni ka fituar bursë të plot 3 vjeçare për të vazhduar studimet në atë universitet dhe u zgjedh si nxënësi më i miri dhe ka fituar atë drejtë që shkoi të studiojë në atë universitet. Kemi vizituar universitetin atje, kemi bërë marrëveshje mirëkuptimi, por dhe kemi pa kushtet nga afër se cilat janë kushtet dhe mundësitë që ofron ai universitet për nxënësit tanë. Edhe njerë profesor se duhet që t'ja u qartësojmë atyre që vran ndjekin. Edhe bëhet praktika që keni u marrëveshje dhe shkojnë studentët, por edhe praktikat në laboratorë dhe kabinetet që janë të shkolla. Dhe më thonë është një aktivitet i plot. Po, e përmenda dhe për i theksoj, që nga viti i parë, nxënësit e shkollës Imperium fillojnë aspektet e praktikës, fillimisht për brenda shkollës ku gjendet, pastaj në vitet në vijim edhe në për spitale dhe klinika në bazë të drejtimit të cilin ata e kanë zgjedhur. E kisha ashtu dhe një çështje këtu që të jetë e ditur që shkolla ka një kuadër profesional të përgatitur sipas drejtimeve të cilat ekzistojnë për brenda shkollës. Ne kemi përtri në vazhdimsi stafin, jo për të largu, por më së shumti për të ofruar kuadra të cilët me të vërtet edhe kanë pasion punën e mësimdhënies, por edhe kanë profesion atë drejtim të cilin duhen me ushtru në këtë rast. Çfarë kriterë duhet me plotësuar nxënësat për me qenë pjesë e shkollës, sepse duhet edhe një notë e mirë me kanë? Ne pretendojmë që gjithëherë t'i marrim nxënësit më të mirë të mundshëm që i kemi. Si target i kemi 3 komuna, është e Prishtinës, është e Podujevës, është e Fushë Kosovës, këtë rast edhe të Tbiliqit këtë vit kemi dhe jemi t'ju zgjeru. Nuk e kemi një vendim për një çështje të notës mesatare, por gjithmonë përparësi kanë nxënësit që kanë një sukses më të lartë dhe gjithmonë ata të cilët më herët rezervojnë vendet e tyre për brenda shkollës aty. Sepse tash na derisa po flasim, edhe pak hym në vitin 2026 edhe shumë shpejt shkojnë mujt kur vjen edhe koha e regjistrimit. Edhe ata të cilët dojnë me u regjistru, duhet edhe me ardhë me rezervu, sepse në për klasa nuk ka nxënës shumë. Gjithmonë jeni kujdes që të ketë më pak nxënës që të jetë vëmendja tek secili prej tyre. Vërtet është që ne Ministria e Arsimit, respektivisht institucionet përgjegjëse për akreditim, i kanë caktuar kuotat dhe ne nuk kemi insistuar që të marrim grupe të mëdha, më shumë jemi të interesuar që të kemi një cilësi fillimisht, pastaj shkojmë të zgjerohemi edhe në aspektet e tjera. Numrat janë të kufizuar, në secilin drejtim janë 20, eventualisht deri në 25 nxënës për brenda një klase. Ne këtë vitin që vjen planifikojmë që të fillojmë aspektet e lobimit që në muajin mars për të vazhduar prill maj deri në përfundimin e qershorit, që në këtë rast të promovojmë sa më shumë shkollën tonë, por edhe të marrim sa më shumë nxënës të cilët kanë edhe suksese sa më të larta. Kisha ashtu edhe një 2-3 fjalë për shkollën në këtë rast në kuptimin e për brenda shkollës. Ne shkolla ka një menaxhment të kompletuar, që në këtë rast është drejtori, është zavendës drejtori dhe është psikologja. Ne të gjithë nxënësit që kanë pa marrë parasysh çfarë vështirësie të tipit qoftë të mësimdhënies apo të aspekteve të rregullave, të gjithë nxënësit marrin shërbime falas nga psikologja e shkollës dhe pothuajse ajo në çështje ditore bisedon me nxënësit për çfarë do vështirësie të natyrës që kanë ata në këtë rast. Është psikologe shkollore, e njëjta psikologe bile është antare e ekipeve komunale për vlerësim të fëmijëve me nevoja të veçanta në një komunë të Kosovës. Me qëllim e kemi marrë si eksperte dhe është të punu jashtëzakonisht shumë. Nëse krahasojmë vitin e parë me vitin që jemi tani,
shkolla sot ka një rregullsi jashtëzakonisht të madhe, edhe vetë nxënësit edhe vetë prindrit janë të befasuar kuptimin pozitiv për një rregullsi që është vendosur për brenda shkollës, sepse dihet gjithherë fillimet janë vështira, qoftë edhe në prurjen e nxënësve, po qoftë edhe menaxhimin e aspekteve të ndryshme që kanë bëjnë me mësimdhënien. Regjistrimet bëhen qershor. Regjistrimet fillojnë që nga momenti i përfundimit të klasës së 9, të gjithë mund të rezervojnë vendet e tyre, mund të nënshkruajnë një tip para kontrate për të rezervuar vendin e tyre dhe pastaj pasi të kryejnë procedura tjera, ata vinë dhe nënshkruajnë kontratën e rregullt. Transporti është i siguruar nga shkolla për të gjithë fëmijët, ka numër të mjaftueshëm të autobusëve dhe bëjmë përpjekje që nxënësit tanë sa më pak të presin në vendet e tyre ku e presin autobusin. Dhe për këtë arsye kemi një mbulim gjatë madh të rrjetit të transportit. Dhe kur mendojmë ka një çmim shumë modest, gjithë ata të cilët thonë jo, po kosto e lartë shkollat private, është me të vërtetë shpenzim shumë më i lartë edhe në shkollat publike nëse e qojmë me i pagu kreta të tjera shpenzime ekstra që janë. Nuk e kisha përmend shifrën si shifër jo për ndoshta as për të bagar me dikon tjetër, por e kisha thonë me plot bindje dhe sinqeritet që është ndër shkollat më të arsyeshme në Kosovë dhe në kuptimin e pagesës. Këtë rast edhe transportin e kemi më të arsyeshëm në Kosovë për ta shfrytzuar nxënësit tanë dhe jam i sigurt që kushtet janë ekuivalente me të gjitha shkollat për dallim që vetëm shërbimet ne i kemi më të lira në përqindje jo të vogël. I kemi më të lira. Keni mendu për krejt ata prindë të cilët ëndër e kanë me i mësu fëmijëve me studiu, por ndoshta buxheti nuk e kanë çfarë sa duhet për shkolla shumë të shtrejta dhe keni qenë të arsyeshëm, modest, por edhe korrekt me krejt ato që ka ofruar nxënësve. Kështu që unë ju përgëzoj shumë për krejt këtë punë të organizuar dhe të menduar si të mirën e fëmijëve, nxënësve në këtë rast, si të mirën e prindërve, por edhe të vendit për të vendosur me dalë kuadrat sa më të mirë të studentëve të mjekësisë. Po. Aty e kemi pas teksin, po vlen të përmendet që shkolla është themeluar nga 2 pronarë të cilët janë jashtëzakonisht mirë të sistemit arsimor në Kosovë, kanë traditë në menaxhim, kanë traditë edhe në aspektet e akreditimit dhe prurjes së kuadra sa më profesional për brenda asaj shkolle dhe padyshim që shkolla e ka një rritje të ngadalshme, por shumë të sigurt. Nuk pretendojmë që të rritemi me hapa shpejt, por ne pretendojmë që shkolla jonë ta festoj edhe 50 vjetorin, sepse jo edhe 100 vjetorin e themelimit të saj. Duke e ruajtur cilësinë çdo herë. Faleminderit shumë profesor Bujar. Ka shumë kënaqësi me të pasur. Faleminderit për mundësinë. Dashur Meci, bashkë me profesorin Bujar Thaçi kemi folur për shkollën e mesme të mjekësisë Imperium, siç e tha edhe vetë profesori, janë 5 drejtime të cilat ju presin në qershor fëmijët tuaj të cilët dëshirojnë të studiojnë lëndë deg në mjekësinë, ndërkohë e tregoj që përveç kabineteve, laboratoreve të cilët studentët kanë mundësi çdo lëndë ta praktikojnë brenda shkollës, po ashtu shkolla u mundson të bëjnë edhe praktikë nëpër spitale e klinika të ndryshme ku i dërgojnë vetë me transportin e shkollës dhe marrin tamam praktikën profesionale nga stafi profesional që funksionojnë çdo ditë me pacient. Për gjithë ju që jeni të interesuar, shkolla Imperium gjendet me faqen e saj në Instagram dhe në Facebook për informacione, për termine, për kontakt, për regjistrim e çdo detaj tjetër, i shkruani në këto faqe ku i keni edhe numrin e telefonit të shkollës. Ndërkohë po shkojmë te rubrika jone magjikëve të vegjël.